Nderuar e zotëri Imret Demelezi, ushtrues detyre i Ministrit të Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, të nderuar zotëri Bejtush Gashi dhe Kujtim Lepaja, kryetar bordit dhe drejtor ekzekutiv të shoqatës Mjedra e Kosovës, e nderuar zonja Astrid Vejn, drejtore e Karitasit Zvicran në Kosovë, i nderuar i profesor Endrit Kullaj nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar partner zhvillimor, kompani eksportuese dhe ekspert ndërkombëtar, të nderuar fermer, gra e burra të tokës, të nderuar të pranishëm. Mirë se u gjetëm në edicionin e 10 të konferencës së Mjedrës, një jubilej merituar që përmbledh një dekadë pune, durimi dhe inovacioni. Këtë vit kemi mbi 350 pjesëmarrës, fermer, institucione, partnere, kompani eksportuese. Kjo sallë tregon qartë se frutat e imta nuk janë kulturë e vogël, por janë një sektor i madh me ambicie, ndikim dhe me shifra. Këtë vit pjesë e kësaj konference janë edhe 30 fermer nga Shqipëria, të cilët kanë nisur të kultivojnë mjedrën sipas modelit Kosovës. Një model i konsoliduar nga shoqatra Mjedra e Kosovës, me mbështetje profesionale në këshillim, organizim të sektorit dhe në ngritjen e standardeve prodhuese. Kosova e sotme është një histori suksesi që po forcohet nga vit në vit, një vend më i sigurt në Evropë, me institucione që profesionalizohen, me sundim të ligjit në rritje dhe me financa publike të shëndoshme. Kjo performancë nuk është rastësi, është rezultati i reformave të qëndrueshme, bashkëpunimit me partnerët tonë ndërkombëtar dhe përfshirjes reale të gjitha komuniteteve. Sot Kosova shfaqet si partner i besueshëm euroatlantik, i përafruar me politikat e aleatëve, me rritje ekonomike solide, bankë qendrore moderne, sistem financiar të kapitalizuar mirë dhe me paqe e siguri e cila është përmbajtësore. Kjo klimë stabiliteti, transparence dhe parashikueshmërie është arsyeja pse sektori i frutave të imta, mjedra, dreza e borenica, po gjen tregje të reja, çmime më të qëndrueshme dhe kontrata afatgjate, duke e kthyer suksesin demokratik e ekonomik të vendit në të ardhura të prekshme për familjet tona rurale. Thuhet se sekreti i suksesit në ferm është kombinimi i tokës pjellore me politikat mençura, standarde të larta, më pak burokraci, ujitje të mirë dhe kontrata të ndershme për fermerin. Dhe kur këtyre ushtoi partneritetin e qëndrueshëm mes tregut, atëherë vjelja nuk është vetëm e mirë, por e sigurt sektori më konkurrues dhe me të ardhura më të qëndrueshme për familjet tona rurale. Sot Kosova ka ngritur një zinxhir të plot për frutat e imta, nga pemishtet të qendrat grumbulluese, përpunues e eksportues gjithandej, të cilët e kanë shndërruar bashkëpunimin në avantazhin ton më të madh konkurrues. Pra jemi më konkurrent për shkak se bashkëpunojmë më shumë. Aktualisht në gjithë vendin kultivohen rreth 1000 hektar, me mjedra rreth 180 hektar me borenica, një bazë e fortë që e kemi rritur vit pas viti. Edhe kur vjen puna të shifrat, kemi arsye për optimizëm. Zgjerimi i shpejtë i sipërfaqeve me mjedër ka qenë shembullor, nga rreth 20 hektar në vitin 2011, në rreth 1000 hektar së vjet, duke e bërë mjedrën një nga kulturat bujqësore me përfitimin mesatar më të lartë për fermer. Dikur rreth 96% e prodhimit ton eksportohej, pasi konsumi i brendshëm ishte shumë i ulët. E sot fal rritjes së ndjeshme të kërkesës nga qytetarët tonë dhe orientimit drejt ushqimit të shëndetshëm, eksporti është rreth 75%. Pra eksporti e dominon konsumin e brendshëm, po jo aq shumë sikur dikur, 96 me 4%.
tash është 75 me 25%. Ndërka që pjesa tjetër konsumohet si në tregun vendases të Shqipërisë, pra një zhvillim pozitiv që tregon se familjet tona në përgjithësi po konsumojnë më shumë produkte cilësore vendore. Andaj edhe konsumimi i frutave të imta është i rëndësishëm jo vetëm për bazën ushqyese, por njëkohësisht edhe si faktor shëndeti. Dhe në këtë kuptim, Qeveria e Republikës Kosovës, unë si kryeministër, jemi të interesuar që të vazhdojmë t'ju mbështesim gjithnjë më shumë. Pavarësisht rritjes së konsumit të brendshëm, megjithatë, pjesa më e madhe e prodhimit të gjithë dimë se shkon për eksport, duke gjeneruar rreth 10 milion euro të ardhra dhe duke mbajtur mbi 2500 vende pune përgjatë zinxhirit. Kjo është ekonomi reale për familjet tona. Si qeveri, prioriteti ynë është të japim këtij sektori mundësinë të fluturojë edhe më lart, edhe më gjerë, por me rrënjë të forta në standarde dhe në qëndrueshmëri. Këtij qëllimi i shërbejnë 3 politika praktike. E para, financim i mençur për prodhim e përpunim. Do të vazhdojmë mbështetjen për pemishte të reja, sisteme ujitje, rrjeta kundër breshrit dhe modernizim të zinxhirit të ftohtë që cilësia Made in Kosova të ruhet nga Ara deri te rafti. E dyta, qasja në tregje. Me shoqatën dhe ngrumbulluesit do të ndihmojmë në forcimin e prezencës ndërkombëtare, përfshirë edhe përmes prezencës në panajire ndërkombëtare, aty ku marka Kosovo Berries po fiton terren çdo ditë e më shumë. Dhe e treta, standardizim dhe certifikim. GAP dhe HACCP dhe gjurmëshmëria nuk janë thjesht etiketa, janë qelsi e çmimeve më të mira dhe i kontratave afatgjatë. Raportet e sektorit tregojnë adoptim rritit praktikave moderne dhe të pajisjeve të automatizuar. Në këtë rrugë, shoqata Mjedra e Kosovës ka luajtur një rol kyç si nyje e cila e lidh fermerin me qendrën e grumbullimit, përpunuesin me eksportuesin dhe gjithë zinxhirin me standardet evropiane. Struktura e saj që bashkon prodhuesit me grumbullues, përpunuesit me eksportues, është model i mirë i vlerës së shtuar në vend për të gjitha fushat e ekonomisë sonë. Sot, teksa festojmë edicionin e 10, dua të falenderoj çdo fermer që zgjohet para agimit, çdo punëtore që mbush arkën me kujdes, çdo teknik që mban në formë frigoriferët, çdo partner që hap dyert treja të tregjeve. Faleminderit shoqatës për punën e palodhur, partnerëve zhvillimor për mbështetjen e vazhdueshme dhe institucionet tona për bashkëvendim të përgjithshëm. Dhe sigurisht një premtim i thjesht nga qeveria, do të jemi partner jo spektator. Do të jemi lehtësues jo pengues. Do të jemi garanci që fruti punës suaj të marrë vlerën që meriton në treg. E pa ta pyetur para disa muajve një fermer se si ke planet e parashikimet për sezonin. E ai më përgjigj që ato janë si boronica, në fillim tha janë të errta, po në fund janë shumë të ëmbla. Le të jetë kështu për gjithë ne, me shumë ëmbëlsi në rezultate, me shumë ngjyrë suksesi në ekonominë tonë. Urime konferenca e 10 e Mjedrës, uroj punë të mbarë, kontrata të mira dhe sezone të mbara për Mjedra, Boronica e Drellza, që shqiptarët dhe miqtanë në Evropë t'i njohin gjithnjë e më shumë si për cilësi produkti, ashtu edhe për rritje prodhimi. Ju faleminderit e gëzuar.